Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Pritet të hapen edhe 550 vende të reja pune në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi njoftoi fillimin e një investimi me vlerë 20 milion euro në sektorin e automjeteve. Pritet që ndikimi i këtij investimi të shtrihet kryesisht në komunën e Tetovës dhe më gjithësisht në rajonin e Pollogut. Është veçanërisht e rëndësishme që ky investim të realizohet në zonën industriale të Tetovës, zona e vetme zhvillimore teknologjike industriale në vend që është nën kompetencë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës. Kompania Java Automotive është kompani e njohur ndërkombëtare me përvojë prej disa dekadave në industrinë e automobilave dhe me kapacitete prodhuese në disa vende të rajonit. Kryeministri Istria Mickoski premtoi hartim të akteve nënligjore për të vendosur sanksione ndaj mosbatimit të ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat. Në intervistë për Elsat, shefi i qeverisë tha se ligji do të hyjë në fuqi, do të jetë funksional menjëherë pas miratimit, ndërsa detajet për zbatimin dhe politikën ndëshkuese do të përcaktohen më vonë. Mickoski shtoi se metodologjia do të bazohet në 2 kritere kryesore: përkatësinë etnike dhe cilësinë në përputhje me vlerat e garantuara në kushtetutë. Apsolutno дека два критериума ќе бидат клучни, а тоа се етничката припадност, но и квалитетот, односно сето она кое што се уставно гарантирани вредности и темелни вредности на нашиот устав. Absolutisht që 2 kriteret do të jenë kyçe, përkatësia etnike, por dhe cilësia, pra gjithçka që përbën vlerat të garantuara me kushtetutë dhe vlerat themelore të kushtetutës sonë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat vijon të jetë pjesë e debateve në tryezat politike në Maqedoninë e Veriut. Për TV21 jeton shoqëri nga BDI, forca më e madhe opozitare, theksoi se ligji nuk ka element sanksionues. Mes të tjera, shoqëria tha se nga opozita askush nuk thotë që ligji është i mirë. Vet nga titulli, domethënia është ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, nëse e shohim bashkërisht dhe në debat dhe në përmbajtje, në opinion, përfaqësimi kalon si elementi i dytë, adekuat, ndërsa përfaqësimi është element i më i rëndësishëm. Pyetja e cila ngjall debat dhe diskutim është se si do veprohet me drejtorët e ndërmarrjeve komunale në vendet e ndryshme të vendit tonë, me komunat nëse nuk respektojnë një deklaroi jeton shoqëri nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Koalicioni i qeverisës së Vlen në Maqedoninë e Veriut vijon të mbështesë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Për TV21, Admir Shabani theksoi se ligji është në suaza të normave europiane. Faktikisht propozimi i tashëm i ligjit është në suazat normave europiane dhe garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, por ajo që është më e mira e kësaj garanton profesionalizmin. Faktikisht marrja e vendit të punës do të bazohet në bazë të meritokracisë dhe profesionalizmit, jo vetëm punësimi, po në fakt edhe avancimin e administratën publike dhe shtetërore. Mes të tjerash, Shabani tha se ligji përmbush të gjitha normat europiane, për më tepër sipas tij, ligji nuk mund të goditet në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e marrëveshjes mes SBA-s dhe Iranit pritet të reflektohet dhe në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istria Mickoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas tij, vendimi i radhës i Komisionit Rregullator për Energjetik do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare. Rajoni. Kryetari i partisë më të madhe dhe pas zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti premton se për zgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas tij, në të kaluarën ka pasur oferta për bashkëpunim nga ana e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare. Nuk kanë munguar ofertat në kaluarën nga ana jon. Qasja jon është konstruktive, është kreative, është aktive, por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshojë qasja e opozitës dhe propozimeve tona, sikurse herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do të kenë më pjesë të identitetit që na bëri të quajmë blok opozitar. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit të Aleancës për Artëmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj se lëvizja vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta. Kam parë që janë qarkulluar disa lajme të rrejshme për atë se lëvizja vetëvendosje planifikon të bëjë protesta. Tash natyrisht në këtë shekull protestat më të fuqishme ka bërë lëvizja vetëvendosje dhe ndoshta kur njerëzit mendojnë protestën e mendojnë lëvizjen vetëvendosje.
Mirë po, kjo nuk flet asgjë për neve, kjo flet për ata. Lëvizja vetëvendosi ka siguruar sërish mandatin e 52 në Kuvendin e Kosovës pas përditësimit më të fundit të rezultateve zgjedhore, kur deri tani janë numëruar 93.63% e votave. Si pasojë e këtij zhvillimi, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një ulse parlamentare duke zbritur nga 23 në 22 deputet. Ndërkohë procesi i numërimit të votave të ardhura me postë ende vazhdon. Sipas të dhënave aktuale, Lidhja Demokratike e Kosovës renditet me 19 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7 mandate në kuvend. Rishpërndarja e mandateve ka ndikuar drejt për drejt tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila përfaqësohet me 22 deputet në legjislaturën e re. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Komisionera Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të hënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësim I plot I ndikimit të mjedis. We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and that European environmental standards will be respected. Lidhur me protestat që vijojnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet. You know how important the right to protest is to us. It is a fundamental right in our union, and for all the aspiring members, I'm glad to see that this right is respected in Albania. Kos zbuloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, I cili ishte takuar me ministrin e mjedisit. We just had a visit of our director for Western Balkan, Valentina, meeting the Minister of Environment in Tirana last week. Komisionerja vuri në duke se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e përcaktuara në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidhet me mjedisin. It will need to comply with the legal framework and with the benchmarks set under the environmental chapter, as you have said, 27 of the accession process. Aktualisht, mbyllja e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron për krah qëndrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnecit. Në takim me ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se I ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin në Sazan dhe Zvërnec. Përmes rrjeteve sociale, kreu I qeverisë shqiptare ju referua deklaratave të Komisionerës Evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin dhe Zvërnecin dhe vetë komisionerja Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve, shkroi Rama në rrjetet sociale. Ditën e 16 të protestës para kryeministrisë vijuan thirrjet për dorëheqje. Protestuesit u mblodhën para godinës së Këshillit të Ministrave në thirrjet Ramaik. Me pas qytetarët janë larguar nga bulevardi, dëshmorët e kombit dhe vijuan marshimin në rrugët kryesore të Tiranës. Mashimi të jetë në këtë drejtim drejt presidencës dhe pastaj për të bloku. Unë do jam kryet mashimit me studentat. Studentat dhe rinia janë e ardhmja dhe ata do I prinë mashimit. Protestuesit kanë paralajmëruar vazhdimisht se lëvizja nuk do të ndalet derisa të arrihet dorëheqja e kreut të qeverisë. Kryetari I grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma e një proteste paqësore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thotë se Shqipëria po përjeton një periudhë të rëndësishme zhvillimi turistik dhe çdo veprim që krijon pasiguri apo pengon lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve sjell pasoja negative për bizneset dhe ekonominë. Me herët Balla theksoi rëndësinë e turizmit si motor I zhvillimit ekonomik të vendit, duke argumentuar se çdo akt që cënon këtë sektor dëmton të ardhurat, punësimin dhe perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë. Kryetari I Partisë Demokratike ftoi deputetët socialistë të largohen nga Edi Rama. Gjatë konferencës përshtyp nga Selie Blu, Sali Berisha vlerësoi si largimi nga radhët e socialistëve të deputetes Mariana Koçeku I jap rrugën një mocioni mosbesimi në parlament. Një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi I të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime dhe kjo I hap rrugën
shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Rams. Kryet Demokrati angazhohet se votat e opozitës do të vijnë në dispozicion kërkesave të artuara nga protestuesit në sheshin para kryeministrisë. Si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Pra, opozita i ka dhe do t'i ketë të gjitha votat në favor pa asnjë hezitim të kërkesave kushtetuese të drejta dhe që janë të tilla, të drejta janë dhe janë kushtetuese të protestës rinore qytetare. Opozita shqiptare dënon udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë mbi terapinë hormonale të personave transgjinor në sistemin publik. Deputeti PD-s Bar Spajia akuzoi qeverinë se po financon trajtime që sipas tij rrezikojnë fëmijët dhe familjen shqiptare. Spajia pretendon se ekzekutivi i ka hapur rrugë ndryshimit të gjinisë edhe për fëmijët përmes financimit shtetëror të terapisë hormonale. Qeveria shqiptare i është dorëzuar plotësisht agjendave ideologjike wokiste që synojnë shkatrimin e vlerave të familjes dhe të shoqërisë sonë së shëndetshme. Ky është një eksperiment ndoshta më i frikshmi që rilindja e Edi Ramës po i bën qytetarëve shqiptar. Dehumanizimin që në gjenezë, duke nisur nga fëmijët, nga ardhmja e këtij kombi. Ai ngriti dhe shqetësimin për atë që cilësoi si pengim të një nisme të deputetëve demokrat për projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore në Republikën e Shqipërisë. Kjo nisëm synon krijimin e një kuadri të plotë ligjor për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve deri në moshën 22 vjeç nga çdo formë përmbajtje, ndikimi apo propagande që trajton çështje të identitetit gjinor, si dhe synon të garantojë një mjedis të sigurt, edukativ, social dhe institucional për zhvillimin e të miturve dhe të rinjve. Kundër këtyre ndryshimeve është rreshtuar dhe koalicioni Pro Familjes. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, udhëzuesi është hartuar në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe për parafrimin e praktikave shqiptare me standardet ndërkombëtare. Biznesmeni Ilir Shtufi arrestuar nga autoritetet greke refuzoi ekstradimin drejt Shqipërisë. I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për pastrim të parave të kokainës dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, mediat greke raportuan se Shtufi ka refuzuar ekstradimin në Shqipëri. 53 vjeçari u arrestua në Greqi pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2020 në Tiranë dhe konkretisht për pastrim parash të kryer duke përfshirë fonde të nxjerra nga trafiku i drogës, pjesëmarrje në një organizatë të strukturuar kriminale dhe kryerje të veprave penale nga një organizatë kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Gjykata greke vendosi qëndrimin e tij në paraburgim derisa të merret vendim për ekstradim. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se marrëveshja e arritur me Iranin është funksionale për të ardhmen dhe se është në interes të Teheranit ta zbatojë atë. Kreu i Shtëpisë së Bardhë deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur dhe funksionale të premten. Nuk ka asnjë rast për t'i paguar tarifa e Iranit për tranzit përmes ngushticës, tha ndër të tjera Donald Trump, duke sinjalizuar se do të publikohet dhe një plan i detajuar mbi marrëveshjen me Iranin. Parlamenti hungarisë miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrave në një maksimum prej 3 vitesh, duke i ndalur në mënyrë efektive ish kryeministrit Viktor Orban të shërbejë përsëri. Kryeministri Peter Magyar mundi Orban duke i dhënë fund sundimit të tij 16 vjeçar. Partia Magyar fitoi shumicën prej 2/3 në parlament, gjë që i lejon asaj të ndryshojë ose shfuqizoj ligjet e miratuara nga partia Fidesz përfshirë kushtetutën. Sipas amendamentit të miratuar, kushdo që ka mbajtur më parë detyrën e kryeministrit për të paktën 8 vjet nuk do të jetë më i kualifikuar për të zgjedhur në atë detyrë. Qytetarët në Zvicër i thanë jo propozimit Partive Popullore Zviceriane për një frenim të rritjes së numrit të popullsisë në vend. Referendumi rrezikonte të vinte në pikpyetje marrëveshjen e lëvizjes së lirë të personave me Zvicrës dhe Bashkimit Evropian. Popullsia u rrit me shpejtësi që nga viti 2002 kur numëronte 7.3 milion banor, sot ajo arriti në 9.1 milion, ndërsa 27% e banorëve janë rezidentë zvicerian të lindur jashtë vendit. Megjithatë, argumentat e Partisë Popullore se kufizimi i popullsisë do të ulte presionin mbi transportin, strehimin dhe mjedisin nuk duket se bindën mjaftueshëm votuesit. Shumë të tjerë duket se ishin të shqetësuar për mundësinë e humbjes së fuqisë punëtore të nevojshme në sektor si turizmi, spitale dhe qendrat e kujdesit për të moshuarit, po ashtu veçanërisht udhëheqësit e biznesit zvicerian kishin frikë se vendi mund të humbiste qasjen e tij jetike në tregun e përbashkët evropian.
Britania e Madhe do të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit nën 16 vjeç dhe do të vendosë kufizime në platformat e lojrave dhe transmetimeve të drejtë për drejta. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se ndryshimet do të pasqyrojnë vlerat e vendit në mbrojtjen e fëmijëve online. Sipas tij, ky vendim do t'i bëjë fëmijët më të sigurt, më të lumtur dhe do t'u jap më shumë liri e mundësi për të rritur. Përveç ndalimit të faqeve të tilla si TikTok, Snapchat dhe Instagram, Britania do të ndërmarrë veprime kundër shërbimeve të lojrave dhe transmetimeve të drejtë për drejta që u lejojnë fëmijëve të flasin me të huaj. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.